Përshëndetje me që jemi bashk edhe këtë javë. Si që dim, javën e kaluar u mbajt njëri nga festivalet më të mëdha në botë, Festivali i Filmit në Cannes, i cili nisi më 17 maj deri të shtunën më 28 maj, duke festuar këtë vit 75 vjetorin e tij, duke mbledhur yjet e gjithë botës sërish në Rivierën franceze për të festuar një vit tjetër kinemaje ndërkombëtare në Festivalin e Filmit. Edicioni i parë në fakt ishte në vitin 1946, festivali më i madh i filmit në botë. Filma nga të gjithë kontinentet me qindra shfaqje për ditë me radhë, me një konkurs zyrtar për palmën e artë dhe seksione të shumta paralele. Festivali i Filmit në Cannes pret tregun më të madh botëror në industrinë e filmit, një koktej biznesi, maxhepsieja dhe arte. Juria përbëhet nga 10 personalitete kryesore të botës së kinemas dhe kryesohet nga aktori francez Vincent Lindon, ylli i filmit Titane, fituesi i palmës së të vitit të kaluar. Së bashku me kolegët e tij, ai do të duhet të zgjedhë një nga 21 filmat në garë për palmën e artë. Pas ngjarjes së shtyrë dhe të zvogluar të vitit 2021, festivali këtij viti kishte një listë edhe më të plotë të personazheve të famshëm. Më 21 maj, në kuadër të festivalit të Cannes, Kosova ka nënshkruar marrëveshje ndërshtetërore për bashkëprodhimin kinematografik me Francën. Kjo marrëveshje, përveç që do të zyrtarizojë bashkëprodhimet filmike Kosovë-Francë, do të hap rrugën edhe për bashkëpunimin mes qendrës kinematografike të Kosovës dhe qendrës së filmit francez. Këtë vit në Cannes nuk është asnjë film nga Kosova. Vitin që shkoi filmi Pa vendi i Sajmir Karahodës garoi për palmën e artë në kategorinë e filmit të shkurtër, kurse filmi Luaneshat e Kodrës nga Luana Bajrami u shfaq në kuadër të programit Directors Fortnight të këtij festivali. Mirpo Alban Ukaj, aktori kosovar dhe kryetari i asamblesë shoqatës Kontakt në Bosnjë-Hercegovinë, pati një rol në filmin Tori dhe Lokita me regji të Jean-Pierre dhe Luz Darnen, i cili u përfshi në programin konkurrues të festivalit të 75 të filmit në Cannes. Kjo ishte hera e dytë që Albani shkoi në Cannes me vëllezërin Darnen. Gjithashtu në këtë festival mori pjesë edhe Shqipëria. Filmi shqiptar Mbjellja e Pemëve u shfaq më 25 maj në marketin e filmit në Cannes. Ata që mblidhen në tapetin e kuq përfshin një listë ekskluzive të personazheve të famshëm të listës A, përveç kineastëve dhe figurave të tjera të njohura të industrisë së filmit. Në këtë festival u shfaq premiera dokumentarit Mariupolis 2 e regjisorit të vrarë lituanez. Mariupolis 2 është një dokumentar që tregon një pamje nga afër të jetës nën bombardime në Ukrainë, i cili debutoi në festivalin e filmit në Cannes të ejtën me një homazh emocionues për regjisorin e vrarë. Gjithashtu në kuadër të festivalit të filmit në Cannes të Francës, u ndan disa çmime dedikuar gruas në film që janë Women in Motion. Me këtë çmim, kësaj radhe u nderua aktoria Viola Davis. Kjo 59 vjeçare mbajti një fjalim goxha fuqizues, ku tha se ky çmim do të thotë mirënjohje për trashëgiminë e saj, pra mirënjohje edhe për gratë të tjera me ngjyrë. I am always so moved when people tell me that my work or my life meant something to them. But just know who I am at the end of the day is I don't want to leave something for people. I want to leave something in people. Filmi i cili u kurorëzua me palmën e artë të festivalit të filmit në Cannes në edicionin e tij të 75 ishte Triangle of Sadness, i regjisorit suedez Auslund. Auslund fiton për herë të dytë çmimin prestigjioz, pasi e fitoi atë me filmin The Square në vitin 2017. Kjo është lista e plotë e të gjitha çmimeve që u ndan të shtunën. Miq, mos harroni edhe këtë javë kino ka sjell premier tjetër. Këtë ej do të keni mundësi të ndiqni Lost Looks. And that's why I'm going to direct this verdict and find this here defendant guilty.
Can't you tell when a girl just wants to have a drink with you? I'm a pacifist, and I refuse to get involved. Have you had enough? I've had enough. E tani me që këtë emision e mbyllim këto, shihemi javën tjetër me risi dhe surprizat të tjera. Qëndroni me Televizionin Syrit dhe mos harroni të bëni subscribe kanalin tonë në YouTube. Miru pafshim!